studion dhe do kenë sukses dhe do kenë para për të jetuar paqësisht pa asnjë lloj sikletje dhe pa dëmtuar marrëdhënien me Zotin. Ata të cilët bëhen bosa të shpejtët menjëhershëm, dëmtojnë dhe marrëdhënien vertikale më të rëndësishme që është marrëdhënia me Zotin. Kështu që unë besoj fort këtë dhe e thatë ju në fillim jo ditët e shenjta. Është një ditë sot e shenjtë, bërë bashkët e shenjtë, kështu që nuk janë sinjale të pakta këto të Zotit. Kështu që le ta duam njeriu e mirë dhe të Zotit. Më lejo të them që unë jam materialist. Edhe në kurat që jetojmë pa lekë asgjë. Më lejo të them se unë jam tradicionale klasike, duhen para, por nuk mund të ta blesh shpirtin me asgjë. Ta një libra shaj këto gjësi. Jo, janë thënie të jetuar sepse unë jetoj përditshmërisht me poezinë dhe me dashurinë, të lutem. Dhe unë sepse të dua ty të kam gjatë dhe për zemër dhe vi. Po nëse ti do më thoje do jap kaq lekë, nuk do vija. Kështu që të lutem. Regjia dhe 1 minutë kohë. E zëm se ty të ftojnë 2 gazetarë të ndryshëm. Që janë njësoj. Pra të ngjashëm nga pamja, nga stili pyetjes. Ronaldo Sharka në Top Albania Radio dhe Ronaldo Sharka në një radio tjetër. Ky Ronaldo i radios tjetër është shumë i pasur e thotë Helena dëgjoj do më vish pak në 11 dhe ke 2000 euro pagesë. Janë njësoj këto gazetarë. A nuk do zgjidh, janë njësoj, po të them janë njësoj profesionalisht. Po e zëm se janë njësoj. Energjia është ndryshme. Energjia është ndryshme. A nuk do zgjidhe ti të shkoj atje ku jo, nuk do zgjidhe, do zgjidhe aty ku diesha më mirë. Nuk mundesh ti të blesh se po del në materializëm të frikshëm që çdo gjë mund të blihet. Dhe unë nuk do kisha ardhur nëse nuk do kisha këtë energjinë e mirë brenda kësaj studio dhe në raport me ty. Nuk do të mund të mblesh, nuk mund të më blesh. Jam mjaftueshëm boss me mendjen time për të jetuar në pa mundësinë tënde për të më bler, kaq. Nuk do vija sepse juve vini në formate televizive që paraja është shumë e rëndësishme, ne vim në formate klasike poetike. Ta vija të kisha lexuar një poezi dhe ta kisha përmbys. Është premte do të lëviz pas programit për Jug të Shqipërisë. Do të isha shumë i lumtur nëse pas përfundimit të këtij programi do të shkoj me helikopter në Jug. Pra nga Tirana hip në helikopter dhe nuk e përballoj trafikun. Prap në Jug të shkosh. Prap në Jug të shkosh.